sotme realizuar nga Europa Autogaz është një Mercedes C230 kompresor 1.8 e cila ka një impiant performance segment 32. Le të shkojmë të shikojmë në detaje se çfarë impianti kemi montuar. Kiti i përdorur për këtë makinë është segment 32 me lexim OBD-ja, është nga kitet. Le ta hapim bashkë dhe të shikojmë pjesët një nga një. E hapim. Centralina është segment 32 dhe kjo centralina ka një microchip Motorola me 64 Hz e cila kontrollon të gjitha në mënyrë të shpejtë të gjitha parametrat e makinës. Regulatori, ose siç i thon polmoni, bën avullimin e gazit të lëngshëm dhe e kthen në gazën fazore, punon deri në 500 kuaj fuqi në të gjitha llojet e makinave. Injektorët janë jo të tipit solenoid, janë injektorë si injektorët e benzinës, punojnë me parimin pick and hold, punojnë nga 0.2 milisekonda, që është e rëndësishme për makinat direkte injeksione dhe në makinat MPI. Nuk kanë nozulla si injektorët e tjerë ose si valvulat e tjera që janë në tregun shqiptar, po janë të vetë rregullueshëm, janë vetë adaptues. Këtu nuk kemi të bëjmë me punën e mirë të ustajit që duhet të gjejë se sa duhet jetë milimetrike nozulla, sepse injektori hapet dhe mbyllet në mënyrë automatike. Injektori mundet edhe të kopjohej nga markat e tjera, por BRC-ja e ka patentuar që në vitin 2000 dhe për këtë arsye është injektori i vetëm i këtij tipi në treg. Valvula e sigurisë i vëjet përpara regulatorit ka një filtr të madh të bollshëm si kup, brenda ka një filtr mikrogas dhe një filtr magnetik i cili mban pjesët imta metalike që mund të kalojnë nga tanku. Filtri është mikroglas po BRC, i cili deri në 5 ppm e filtron gazin dhe mbron injektorët e gazit nga papastërtitë. Sensori i presionit dhe i mapit, po edhe ky BRC, i bërë nga ana e BRC-s, i cili rregullon presionin, mat presionin dhe temperaturën e gazit, qelësi i kthimit të gaz-benzin, po edhe ky BRC. Kemi kablin e realizuar me konektor AMP, të gjithë janë IP65 që janë kundër ujit. Kabli siç e shihni është bërë në mënyrë automotive, do thënë është i sigurtë që nuk mund të marrë ujë ose të ketë pjesë të cilat mund të kontaktojnë me lagështin. Tubat e ujit janë të përdorura të gjithë të standardit dhe janë me certifikate europiane. Edhe tubat e gazit, tubin e gazit është edhe ky me certifikate europiane, BRC. Tubat e injektorëve, siç i shihni, edhe këto kanë të shkruar certifikatën përkatëse të presuar europiane. Kemi vendin e mbushjes, po të certifikuar. Kemi të gjitha pjesët e vogla të cilat na duhen për të montuar një makinë me të gjitha fashetat. Zakonisht ne përdorim fasheta me suste, të cilat janë të tipit automotiv, siç e keni në makinën tuaj. Keni tubin termoplastik të presionit të lartë që vjen nga bombola deri përpara. Është tub termoplastik Parker, nga markat më të mira, i certifikuar me certifikate europiane. Nuk përdorim tub bakri, i cili është i vetë certifikuar nga azienda, po përdorim tub të certifikuar si që përdorim në të gjitha makinat me 0 kilometra, dhe sensori i ujit, i regulatorit, po i prodhuan nga BRC. Pra, nga A-ja te Z-ja, të gjitha pjesët janë brenda kitit.
nuk ka asnjë pjesë të shtuar nga ana jon. Ustaj ka edhe vidën më të vogël për ta përdorur për punë dhe duhet vetëm ta montoj, nuk duhet të shtojmë dhe nuk duhet të heqim asnjë nga ky lloj kiti. Ky është kiti Sequent 32. Bombula e përdorur për këtë makinë është përdorur bombull në gomë në rezervë, është BRC origjinale me certifikatën europiane.